Mali është banori i radhës që u eliminua nga gara për çmimin e madh të Big Brother VIP5 pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ai ka thyer heshtjen me një mesazh që ka prekur ndjekësit dhe menjëherë ka marrë vëmendje në rrjetet sociale. Përmes llogarisë së tij zyrtare në Instagram, Mali ka falënderuar publikun për mbështetjen e vazhdueshme gjatë 103 ditëve në spektakël, duke e cilësuar këtë rrugtim si një nga eksperiencat më të rëndësishme të jetës së tij. Kam hyrë në këtë eksperiencë si vetja ime dhe kam dalë po ashtu me kokën lart dhe me shumë mirënjohje. Fitoria ime jeni ju dhe dashuria që më keni dhuruar, shkruani zhvanori në reagimin e tij. Edhe pse nuk arriti të fitoj çmimin e madh, ai duket se ka marrë diçka më të vlefshme, simpatinë dhe respektin e publikut. Reagimi i tij është pritur me komente pozitive, ku ndjekësit e kanë vlerësuar për sinqeritetin, qetësinë dhe mënyrën dinjitoze me të cilën e përballoi lojën. Në një tjetër mesazh të shpërndar në rrjetet sociale, theksohet se Mali fitoi Big Brotherin e tij fal karakterit të tij të fortë, dinjitetit dhe njerëzillokut që tregoi në çdo moment. Ai fitoi zemrat e publikut me dashurinë dhe respektin që përcolli, një fitore e merituar nga një njeri i vërtet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.